Dhe kështu me radhë dhe besoj që shembujt na ndikojnë dhe i kemi shumë të nevojshëm. Edhe shembulli juaj mua personalisht, edhe këtë nuk është se e them për herë të parë, e them sa herë ndodh kjo ngjarje, sepse është diçka që e përjetoj realisht. Dhe ndjej një kënaqësi shumë të madhe kur duhet firmos gjithë ato certifikatat që shoqërojnë medaljen, pasi mundohem të marr me mend jetën tuaj, mundohem të marr me mend familjet, mundohem të marr me mend se sa shumë për jush jetoni në familje krejt zakonshme ose patjetër disa për jush jetojnë në familje që kanë vështirësi reale për të arritur fundin e muajit dhe thënë kjo i keni të gjitha justifikimet për të mos dalë me medalje ari. I keni gjithë justifikimet, po t'i kërkoni justifikimet për të mos dalë me rezultate të mira. I keni justifikimet madje edhe për të mos shkuar në shkollë fare. Por dallimi i madh që bëni ju është pikërisht ky, që nuk shkoni në kërkim të justifikimeve, po shkoni në kërkim të suksesit. Dhe për këtë arsye juve jeni shembull frymëzues edhe për mua personalisht dhe unë ju falenderoj me mirënjohje për këtë. Më thanë që këtu ka një djalë që është vllai binjak i një djali tjetër, që nuk e merr medaljen e artë njësoj si ky i pari, sepse ka marrë vetëm një 9. Është një 9 që faktikisht bën që në atë shtëpi ku janë 2 vëllezër binjak ekselent, sot të shkoj vetëm një medalje. Nuk dua t'i them djalit që do marrë medaljen asgjë, po duhet t'i them atij që nuk do ta marrë medaljen, që ajo 9-ta nuk e bën as pak që të ndihet i dyti mas të vllajt. Dhe unë qofsha i gabuar, po unë kam bindjen që ajo 9-ta do ta ndihmoj që në pjesën tjetër të rrugës ta kaloj vllajin. Që unë dua të ftoj këtë një që do marrë medaljen, të vi këtu, ku është? Ja, ku është? Po vllajin ku e ke? E len shtëpia, hajde. Urdhëro. Kjo është medalja jote. Kjo është edhe certifikata që provon që medalja është origjinale dhe nuk është falso. Faleminderit.